Kam shkatruar flokun për të arritur në këtë nuancën këtu. Do të bëj një bojë në shtëpi për ta mbuluar, edhe pse floku im vazhdon ende dhe shkarkon. Ju tregoj çdo gjë që përdor, mbi të gjitha historinë se si arrita në këtë rezultatin këtu. Këtu kam vendosur 100 ml oksikrem. Boja që do të përdor është një markë italiane, e gjeni në Amazon, Brelil Profesional, por u habita shumë kur e gjeta këtë bojë tek Uelli, ishte shumë e lirë, nuk e di pse është kjo diferencë te çmimi, gjithnjë vazelin përpara, rreth e përqark, që mos të ngel boja. Gjithmonë që bëj bojë, përpiqem ta evitoj rrënjën. Para vitit 2018 isha e mendimit se nuk do t'i lyja flokët kurrë, por në 2018 ndryshova mendje, sepse doja të bëja një ndryshim shumë të madh, të kaloja nga brune bjonde. Dola në këtë rezultat, pasi bëra një balajazh me duart e mia, e kështu pastaj fillova të eksperimentoj me nuanca tek fijet që kisha dekoloruar, duke provuar në roz gold, në të kuqe, kalova tek një karamel që ngjante shumë bukur. Pastaj mu fiksua ngjyra e kuqe, që vendimi më i keq që kam marrë ndonjëherë për flokët e mi. Rezultati doli super, u ndjeva shumë ndryshe, u ndjeva shumë bukur, po që një torturë e vërtet, sepse çdo gjë përfundonte me njoll. Fillova të bëj bojra për ta mbuluar. Këtë kohës që kam vendosur vetëm nuancën time, pra bojra të errta, floku ka qenë më i shëndetshëm se kurrë. Vjet Instagrami filloi të më nxirrte vetëm balajazhe, vetëm fije, vetëm bjonde. E inspiruar nga reelsat. Dhe floku im nuk e kaloi testin që me removerin e parë. Floku u bë shumë i ashpër, duke shumë i thatë, duke si i djegur. Shkova në supermarket dhe mora një Garnier, një nuancë 6, për ta mbuluar, nuk është se më mbajti as një javë. Dhe në video me të vërtet duket shumë bukur si nuancë. Floku ngatërrohej jashtë mase. Se di pse më kap shpesh ky fiksimi që dua të bëj një ndryshim, edhe 2 ditë me atë ndryshimin, ditën e tretë dihet se kam ndruar mendje. Do të qëndroj edhe 20 minuta kështu, bashkë shihemi me rezultatin final. Pëlqen shumë? Po. Prap e shoh atë refleksin ose mbase më është bërë mua fiksim, thuj çik paçim. Ja. Ta vë pakun? Po. Do themi tani paçim?